E pra të dashur miq, ju dëshironi të dini në fakt sonte së bashku me mua se kush do t'jenë dy banorët zyrtar të Big Brother VIP Albania 5. Ju e dini shumë mirë që jemi në prag të spektaklit më të dashur tuaj, po punohet shumë. Sara Hoxha çdo ditë në Instagramin e saj si producente kryesore po poston pjesë nga shtëpia, përflitet për një shtëpi tepër gjigande, domethënë edhe 5 herë më e madhe se ka qenë, për një arredim shumë më luksos që ishte vitin e kaluar, domethënë vitin e kaluar shtëpia te i kalonte luksozitetin, jam i bindur që institucionet më të fuqishme shqiptare nuk e kanë atë luks brenda shtëpisë që e kishte Big Brother VIP Albania, por këtë vit domethënë është një investim shumë i madh se sa i vitit të kaluar. Tani, shtëpia thuhet që është e ngjashme me shtëpinë e Grande Fratello. Ju e dini që Grande Fratello është brand në këtë drejtimin, është krijimi i këtij rrugtimi dhe me patjetër që nuk mund të ketë zëvendësim, por domethënë Shqipëria, siç duket, i afrohet pak me investimet që ka bërë, një shtëpi që do të mban shumë kamera, një shtëpi që ka 2 dhoma gjumi të ndara, ku do të flenë banorët, domethënë të çiftëzuar, jo se do të flenë çunat veç e gocat veç. Do të ketë një super ambient make-upi, do të ketë një super lavanderi, do të ketë një super kuzhinë, do të ketë një super dhomë ndenje, do të ketë një super verandë të bukur me një pishinë që me patjetër do tërheq vëmendjen e publikut shqiptar. Investimi që po bëhet një investim maramëndës. Po kush janë dy banorët e parë që do të kenë fatin që këtë shtëpi të ëndrave, këtë shtëpi të çuditërave që realisht vetëm në ëndër mund ta shohim, kanë fatin, kanë shansën ta prekin, ta jetojnë dhe të kënaqen brenda kësaj shtëpie, edhe pse bukuria ndonjëherë të sjell shumë sfida dhe realisht këtyre banorëve u sjell shumë sfida. Banori i parë, i cili thuhet që është zyrtarisht i konfirmuar, është Shpat Kasapi. Do ta kemi Shpat Kasapin për herë të parë në një shtëpi të tillë, i cili do të na flet për rrugtimin e jetës së tij, përjetoi tash një krizë të madhe familjare, ndarja e tij me Selvien, marrëdhënia e tij me Roelin, me djalin e tij. Besoj që kanë lënë një paqe në mes, edhe pse në fakt nga Instagrami i Selvies nuk shoh se ka një paqe mes Shpatit edhe Selvies. Por gjithsesi domethënë kemi se çfarë të shohim, një banor që është shumë misterios, do ta them këtë kohën e fundit, dhe besoj që brenda asaj shtëpie do të na rrëfej gjithçka për jetën dhe publiku do të ketë mundësi që ta njohë më shumë, dhe banorja e dytë që pritet të jetë e konfirmuar, domethënë është Brikena e Supernovës. Brikena e Supernovës priteshte që të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosova, por siç duket, Sara Hoxha në këtë rast është pak më shpejt dhe ka tërhequr Brikenën në anën e saj. Brikena e Supernovës është një vajzë elegante, një vajzë e bukur, një vajzë me shumë influencë, me shumë followers, me shumë klikime, me shumë lajka. Besoj që meshkujt brenda asaj shtëpie do të pasionohen pas Brikenës dhe do t'i japin atë dashurinë që Brikena meriton. Dhe banorja e tretë në fakt që thuhet që do të jetë pjesë e Big Brotherit, jo e zyrtarizuar kjo, bëhet fjalë për artisten e madhe shqiptare me një karrierë goxha të madhe në shpinën e saj, Vikena Kamenica. Vikena Kamenica do të jetë pjesë e spektaklit të Big Brother VIP Albania. Tani, këtu janë 3 profile të ndryshme, janë 3 natyra të ndryshme, nga Sara Hoxha, me aq sa unë kam arritur të kuptoj brenda asaj që po poston në fotografi, poston shumë gjyra, dhe domethënë tregon që shtëpia ka shumë karaktere, ka shumë vështirësi, ka shumë gjyra, ka shumë bot, por unë do kisha dashur që karakteri i Vikena Kamenicës të jetë pjesë e kësaj platformës, duke ditur se çfarë vajzë e guximshme është dhe duke ditur se çfarë ajo mund të bën brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Si i shikoni këto 3 banor brenda këtij formatit?